Fillimisht suksese janë provime. Unë jam vetë student dhe poka. Viti 4 kam gjerë ca provime, po pastaj prap sa gjëra i di dhe kam marrë ndaj diçka nga ajo që kam mësuar unë duke bërë website. Unë jam Florian Halla, jam student dhe poka, viti 4, si që thash. Dhe unë bëj website me kod, website statike për momentin. Edhe paguhem për këtë gjë. E fillova kështu, në fjalë gjithmonë kam qenë ai i dhënë mas teknologjisë, kompjuterit e tjerë, por asnjëherë s'kam pas atë disiplinën e nevojshme që të mbaj një ritëm konstant dhe them drejtën kjo është që më ka shëruar të jetës. Jam më i madh se ç'dukem, mosh, edhe do të pas sa vjeç jam. Ka filluar në të pagon. Pas sa pak kjo thotë që nuk mësosh edhe një mosh më të madh se kjo. Atëherë kjo është një website që kam buduar, Urban Taxi.net, një website taksie. Është gjithë në kod, HTML, JavaScript, Vanilla, Tailwind CSS, hosted në Netlify, në GitHub, CI/CD, shumë i shpejt, është funksional, edhe pronari biznesit është i kënaqur. Kjo është një website tjetër, për një kompani italiane, Marcostorello.it, një kompani kështu shpërnguljesh në Itali. Edhe kjo është një website tjetër që është në punim, besoj për 2-3 ditë nxjerr web, kompani makinesh me qira. Colin Rand.lo. Nuk është se kam bërë shumë para, më thënë drejtë. Po pas se prap kam bërë diçka. Kam ca lek që mbaj vetëm paktën me këto, është si hobi më shumë. Punoj mbas dite 3-4 orë, ham pim aq na gjë ekstra kaq. Nuk përdor React, framework-e, po të futeni në YouTube, ose dëgjojmë website-e tjera që ju shpjegojnë. Është i labirinti papamë teknologjisë stack-esh, framework-esh, është nuk e di, nuk mund të mësosh gjithë, është e pamundur. Është krejtësisht e pamundur, bota webit është përhapur shumë, është një industri krejtësisht më vete tani. Në fjalë, brenda industrisë kanë krijuar industri të tjera. Ai shumë është zhvilluar webi gjatë 10 viteve të fundit. S'përdor React, s'përdor Angular, s'përdor Vue.js, s'përdor Solid, nuk përdor Svelte, s'përdor Astro, gjithë ato janë framework-e që i kanë në YouTube me qindra orë përmbajtje, po unë do sugjeroj të filloni nga A-ja, B dhe C-ja. Unë përdor vetëm HTML, CSS, JS. Njihni besoj se çdo teknologji se nuk është si jam, s'po them që i përdorni, po besoj që janë teknologji që njihen. HTML është një markup language, është struktura e çdo faqe e webit, janë si themelet e kësaj ndërtese. CSS është si boja, si filtarët e kësaj ndërtese, është një pre-processing language, me cilën me CSS-in ne mund të modifikojmë pamjen e një website-i. Është, me thënë drejtën, është shumë avancuar. CSS-i është një meme e përhershme që është gjuha më e rryer nga zhvilluesit. Megjithëse nuk është asgjë programimi, është thjesht pre-processing language. Është avancuar shumë, dhe është me thënë drejtën shumë e vështirë. Nuk kam bërë 100 orë CSS me vetë 10%. Po gjithë si website të bëjmë. Edhe me tim qatin aja. Jo dhe ta kesh vetë, po përë. Edhe JavaScript është gjuha më e rëndësishme në fushën e web development, sepse funja fundit gjitha këto framework-e që thash më përpara bazohen në JavaScript ose në TypeScript, që është një gjuhë e rrjedhur nga JavaScript-i. Por nuk mësohet JavaScript, nuk ka shans të tonë një website, është e pamundur. Por lajmi mirë është që do të thoni shumë pak JavaScript për të bërë një website, shumë pak. Ndoshta 2% JavaScript do të thënë mjafton për të bërë website. Pastaj po të futesh më thellë, teknologji më thella, aty fillon avancohet gjendja dhe edhe kosto rritet më shumë. Rritet rroga e zhvilluesit, rritet kosto që ju ofron klientit. Po për website statike që bëjnë mjafton një nivel shumë themelor JavaScript. Tani unë kam një teori time, nuk e di është çu e mendoj. Qofse unë bëj website me çik historinë time të komplikuar, unë mund të speciale për ju ta bëj një 2 herë më mirë se ose 3 herë. Unë jam njëri shumë për tas, zakonisht. Kam i padisciplinuar, më kam shtyr shkollën shumë vjet. S'kam dot, nuk e mbaj dot ritmin. Po website-et e kam arritur të bëj. Se këtë dëgjoj, në gjeta i far motivimi me shtyr vetëm. Kjo është GPA me kalimin e viteve, nga 3.08, 1.22, 0.83, 1.67, 0.69, 1.29. Pikë atë pak a shumë. Është si karakteri im. Kjo është një, si ne qeshim pak, pra ne i futa këto që mos jemi vetëm kështu fol. Kjo është një semestër jemi kam ngel do të këtë nxjerr është çka çuditshme po.
Kështu është titulli na. Kam qenë në universitet në 2015-2018, unë jam maturuar 2015 në Zotërin Luarasi, jam 28 vjeç. Kam shumë mjekër na është duke. Nuk e mbarova dhe shkollën më doja, ka qenë që tip i pamotivuar, po. U futa pastaj u hartoja për shkolla asnjëherë në shkollë. Do të thotë ilustrova, në shkolla asnjëherë. Punova jam 2-3 vjet në website. Jo si zhvillues, thjesht si krijues përmbajtje WordPress, si punë gazetare më shumë. Pastaj erdhi historia e epokës, që ishte shumë interesante, me thënë drejtën, dhe kam qenë shumë i kënaqur nga shkolla. Ishte eksperiencë shumë e bukur, tani që vazhdoj të fund. Si e mësova? Në internet. Asnjë gjë tjetër. Dhe tu janë ato, prandaj kam marrë që t'jap sa këshilla. Çfarë funksionoi për mua, që besoj të funksionoj për çdo njeri të mundshëm. Që di anglisht. Ka që duhet. Ku në disha anglisht, gjë të ishin laptop, në shtëpi ose të PC. Këshilla ime nr. 1, mos paguni për kurse që janë të mbi vlerën e tregut. Është shkolla shumë e lart. Unë kam parë kursa në Tiranë, madje kam qenë edhe një kurs, pata shanse që isha një mësuese perfekte. Quhej Zelia Doda, ishte gjenia ajo për web development. Po puna është që niveli i kursit ishte katastrofik. Ata kishin marrë një PDF online, as nuk i kishin përkthyer. Edhe nuk e di, pagoja e qena €90 më duket. Ishte fatimi që zysha ishte super zysh. Por niveli i kursit ishte shumë i tmerrshëm për atë çka pagova. Edhe ja, një tip meme. Nuk ja vlen të paguash në Tiranë €199, €500 për të mësuar këto, si thon. I që falë, unë kam qenë kur është bë foto, kam qenë aty. Kam qenë për këthy si kozak. Mi falë, janë çmime shumë të larta të paguash për mësu webin, ku i ke online shumë resurse shumë herë më të mira. Ju duhet vetëm anglisht në një laptop. Edhe këtu kanë ca resurse që ju më t'i ndiqni. Shumë e rëndësishme që mos më shpërhap. Duhet me ndjek një rrugë. Nuk unë mësosh gjitha, thash një herë, koha është e limituar, keni shkollë, keni angazhime të tjera jashtë shkollës, biznes, familje etj. Nuk duhet shpërhapni, por unë presë prapë kam sjellë disa resurse që edhe prezantimin do ju dërgoj që t'ja çonim pa memet do i heq. T'ja çonim në email që studentë. Atëherë, odinproject.com është një website ku ofrohet një program me mësu web development, si me website e thjeshta statike për bizneset. Se fundit unë shoh që ka kërkesë. Një website unë e shes për 200 deri në 300 euro. Zakonisht më merr 3 ditë, 2 ditë punë. Nuk është vu çmimi, po vu kërkesa, po çdo herë gati çdo javë më vjen një kërkesë. Kështu që sa të nxjerr veten time për momentin për nxjerr. Edhe kam synime shumë të mëdha për momentin. Jam edhe unë fillim, kështu po e qyr vetëm. Odinproject.com kjo është një website, është komplet falas. Kursi ka diku janë 150 orë. Është shumë i vështirë, nuk është e lehtë, po nuk ka gjë të lehtë sot. Nëse shkon palestre, nuk ke dot rezultate për një muaj, 3 muaj, 6 muaj. I do 2 vjet minimum. Edhe si çdo profesion, nuk ka elektricist që bëhet për 6 muaj, 3 muaj, 1 vit, doktor, kuzhinier, nuk ka kohë në vet. Po të futesh online, nuk e di a keni parë në YouTube, po ka kështu learn JavaScript in 2 hours. S'ka shans. Mësohet diçka për 2 orë, 3 orë. Edhe CSS në 2 hours janë gjëra janë rrena. Nuk pak fjalë si çdo gjë në jetë që kërkon shumë kohë. Unë kam vënë diku tek 500 orë, si thon, shtrime ose kurse online, content që unë e kam pa dhe pastaj e kam bën në kompjuter. E kam zhvilluar. Kjo është një playlist në YouTube, 100 Devs by Leon Noah. Është diku tek 100 orë, ka diku tek 54 video nga 1 orë gjysmë secila. Ky Leon Noah është një amerikan. Edhe ky e fillon nga 0, edhe është shumë motivues. Është shumë motivues si karakter, është e karizmatik, ka shumë humor edhe i shtyhet video, edhe ka shumë këshilla të mira. Po siç e thash, tash nuk parat nuk rriten në pemë. Që të mësor diçka do të bësh diferencën, dhe diferenca bëhet duke vendosur kohën. Nuk ka mënyrë tjetër. Pa 100-150 orë, mi fal, pa një 2 muaj, si thon, përkushtim të përditshëm, nuk do të bëni dot një website funksional për një biznes. Po bëni një website tjetër, nuk do
nuk do justifikoj shumë që të paguaj biznesit, ju dhavi 200 euro, 300 euro ose më shumë. Përveç 100 devs, është këtë kursi që nuk kanë ndihmuar shumë. Unë të drejtën e kam piratu këtë, po nëse doni ta bëni më legale, është 10 euro në Udemy. Janë 79 orë video, po juve ta mbyll këtë duhet diku tek 79.3 deri diku tek 200 ca orë praktike. Se logjikisht nuk do kodosh si video, do qetësohesh, do shikosh, do bësh kodin edhe ky është raporti 1/3, më mendoj që për çdo kurs. Kurs tjetër shumë i mirë, edhe ky është 10 euro. Është ky Jonas Shmedman. Siç e thash, unë do jap gjithë fajlin për ashtu memet. Edhe mund të shikoni, po siç e thash, duhet më fokusohem tek një ndër këto që unë po sugjeroj. Sepse janë kurse shumë gjata, janë 40 orë, 50 orë, duhen nga 2 muaj të mbarohen. Se përveç të shikosh videon edhe do punosh, edhe do kesh problematika edhe rrugës. Shumica do ja dalin, është shumë e vështirë, do humbi motivimi. Kjo është story of web development edhe programimi në përgjithësi. Futen 100, dalin 3, 4. Kjo është jeta. Kjo është një website shumë i mirë, por kjo është për të qenë pak më i avancuar, from the masters.com. Kjo ka një opsion, $39 në muaj, por kjo është pak më i avancuar. Gjithsesi, ka dhe një farë oferte, që unë se kam provuar, por do e provoj këtë ditë. Më duket se me një account pike du që në afron e podën e më të marrim 6 muaj falës në frontet masters.com. Kështu që unë do e provoj këtë ditë, ndoshta më ta provoni edhe ju. Lidhet, do të hapësh një account, me accountin e podës ka një account GitHub-in e jeni, sa për ju është pakën. Ose njëri është problem për një. Gjithë bëhem sot. Si që thash, do kërkoj kohë, çdo profesion kërkon kohë. Qatë tjetë, nuk ka, jetojnë në këtë kohë në Instagramit, instant thing, nuk ekzistojnë, nuk ka gjëra instant. Vetëm Lionel Messi ka qenë futbollist që ishte vetë, s'kishte nevojë për punë, për tjerët kanë punu fort, të gjithë. Atëherë le të shikojmë sa gënjeshtër në internet, shohim sa arena që ka interneti. Shiko këtë video në YouTube. Learn CSS in 20 minutes. Nuk e di a mund të ketë gënjeshtër më të madhe se kjo. S'ka shanse. Bukur është që ky web dev simplified është një YouTuber shumë i mirë. Është ka shumë video të mira, shkurtra 15 minuta, 10 minuta. Është jashtëzakonisht YouTuber i mirë, po këtu siç duket, që të marrësh klikime, të marrësh treg, do mashtrosh ndonjëherë. Kjo është një gënjeshtër pak më e vogël se e para, learn in 1 hour. Prapë është gënjeshtër. Kjo e ka qenë 6 orë, dhe kjo është super simple dev, kjo është YouTuber shumë i mirë. Ka përmbajtje shumë të mira. Kjo është pak më saktë. 6 orë mëson shumë, me thënë drejtën. Se 6 orë video do punosh 12 orë, nuk është pak, do janë 2 javë. Kjo pastaj është, tu pastaj do futemi tamam në realitet. 11 orë është kjo video. Do ja çoj me linqe me gjitha për fajle, me një listë. Po edhe kjo është pak rënd, sepse CSS-i është avancuar shumë, sepse në kohën e sotme nuk është mësim më parë, mbaj me 2010. Ka ndonjë nga Petronini këtu? Apo s'ka asnjë? Ka qenë asnjë Petronini? Ka qenë ndonjë? Apo asnjë? Okej, unë 2013 kam bërë faqen e parë në Petronin. Zysha e tikut na dha detyrë dhe ishte shumë, atëherë bota ishte shumë e thjeshtë nga ana webit. Kishte shumë pak detaje, shumica pajisjeve ishin në laptopa, nuk ishte telefona. Tani kur bën një website duhet mendosh për çdo lloj pajisje, nga telefonat, ke laptopat, ke tabletat. Kjo është pjesa më e tmerrshme për mendimin tim e webit sot edhe duhet një zgjidhje sepse shumë e lodhshme ndërtosh kod për shumë ekrane të ndryshme. Duhet ndërtosh kod për iPhone, për laptop, për tablet edhe shumë fajli JavaScript tek një nga ato website-et, jo fajli CSS-it tek një nga ato website është kam 1000 linja kodi. Sepse janë 300 gradë për secilin ekran. 300. Nga ekrani i telefonit, i tabletit, i PC-s. Nuk është aq e thjeshtë, po nëse merresh fillon të bëhet natyrale, si çdo gjë. Këto janë rrena të tjera në internet. Learn JavaScript in 1 hour, as për 100 nuk e mëson dot, tamam, nivel mëlor. Ky 3 orë thotë ky tjetri, 3 orë mëson kodin, interesante. Ky pastaj është pak më saktë. 22 orë mund bësh, jo, por nuk bësh, tu ka gënjur. Po mund bësh një beginner shumë i mirë. Por për sa i përket JavaScript, do futem pak te kodi, tek fusha juaj, jeni ceni, do merrni me kod, nëse do vazhdoni si karrierë.
Edhe është një teknikalitet I vogël, po që është shumë interesant. Unë e thashë të djerës, unë jam person ky personi tipi mi që I pati që përgjëmëm I shpërshëndrum, kërkon input direkt nga kodi. Unë falë, unë duhet të kodoja të shikoj çfarë po bëj. Qose mbaj mend kemi bërë një projekt, unë jam BIM, Business Informatics, dedikata. Dhe bëjmë një projekt vjetë me një sistem autentikimi. Login në një website. Futesh emaili, password dhe futesh. Ishte shumë të mashme, nuk sepse punuam 2 javë, që pastaj javën e tretë shikoni më kishin bërë sakt. Edhe kjo mua më demotivon shumë. Po në web development ka diçka shumë bukur se e shikon kodin direkt, bën 5 linja e shikon efektin, se puna e fundit po merresh me front-end, po merresh me gjëra vizuale. Klikoj këtë, çfarë del? Klikoj këtë, a lëviz kjo, ku bëj scroll ose jo. Është një pjesë e JavaScriptit web, quhet DOM manipulation, është document object domain, document object model, dhe është struktura se si janë faqet e webit. Për te ekranit, faqet e webit janë kod. Për te kodit janë strukturat ndërlidhura gjuhësh të ndryshme programimi. Siç e thash, HTML, CSS dhe JavaScript. Edhe kjo është DOM, kjo është document object model, kjo është struktura është si ta shpjegojmë si blueprinti I kësaj ndërtesës, si planimetria e kësaj ndërtesës. Kjo është DOM. Dhe me JavaScript, përndaj JavaScripti, se me JavaScript ne manipulojmë DOM-in. Pra këtë bën JavaScript e bën një faqe interneti dinamike. Nga statike e bën dinamike. Ja t'ja bëj shembull, kjo është website që unë kam bërë. Tani puna është që unë kur klikoj këtë butonin e menus, që quhet hamburger. Kur klikoj hamburger, do dalë kjo menu këtu. E kur e klikoj prapë hamburgerin, do të hiqet kjo menu. Ama mos e ishin se kam respekt për popullin palestinan. Është kaos të tani, logjika është si na një JavaScriptit, ta bëjmë këtë butonin e klikueshëm që kur klikojmë, na dalë kjo. Dhe kur ta klikojmë prapë, themi prapë këtu. Është shumë e thjeshtë. Kjo është një strukturë të shpjegova asaj document object model, se si gjitha këto struktura janë ndërlidhura bashkë, është një tip PM. Kjo nuk është nevojë ta mësoni, po thjesht kjo është pak e thellë, po thjesht e futa sa për të pas një ide çfarë ndodh mbas quintave. Atëherë. Ky është kodi I HTML-s. Unë këtu jam duke përdorur një teknologji CSS që quhet Tailwind, është një utility library quhet. Me Tailwindin këto janë gjitha klasat CSS-i. Këto janë klasa Tailwind, po që Tailwindi I konverton në CSS. Dhe kjo na ndihmon që kodin kur e shkruajmë ta kemi në një tab. Sepse unë kam përdorur website pa Tailwind, por puna është që I bie të ndroj tabet. Në fjalë, në një file kam HTML, në një file kam CSS dhe I bie që të bëj alt tab gjithkohës. Andej këtej. Me Tailwind punoj në VS Code punojmë, me çfarë fjala? Visual Studio Code. Tailwind punojmë vetëm me një strukturë. E kemi aty HTML-n, sepse ne kemi bashkë, nuk është nevojë të përshëndrohemi sa ndaj këtij. Është standardi kod e fundit web, ka përdorur gati çdo kompani e madhe në botë, çdo startup I madh, edhe ja për mendimin ja vjen, thjesht shumë punën e ndërtimit të website-eve, se të ndihmon për shembull me këtë pjesën e ekraneve shumë dimensionale, nga telefon, laptop, tablet, Tailwind ndihmon. Tani që si kjo është pak e mërzitshme, po s'kem çfarë të bëj. Nuk është e thjeshtë. Siç e thash, na duhet të ditë si me përdor JavaScriptin që me manipulu HTML-n dhe CSS-in. Kjo është mënyra. Ktu kemi HTML, divi këtu është elementi I HTML-s dhe një element buton me tag duplikat. Kjo janë gjitha klasa CSS, që I bashkangjiten këtij elementit HTML që është butoni dhe divi këtu. Po të shikoni kam këto, shumë është kjo rol menu bar, ose kjo ID menu, klas, janë ato klasat e tjera që kam vendosur. Ata çfarë ndodh? Mënyra se si ne bëjmë këtë, siç e thash edhe një herë, shpejt e kaloj këtë. Do të kalojmë nga kjo, do të klikojmë te ky butoni, do të kalojmë nga kjo pamje në këtë pamje. Është menuja tipike e një website. Atëherë si bëhet kjo? Kjo bëhet me kaq një kod. Duket shumë e vështirë në fillim, por është shumë e thjeshtë. Dy linjat e para janë thjesht inicializim, pse edhe në Java kështu është, në C++, edhe në çdo gjë tjetër. Const është një lloj variable në JavaScript. Kjo është emri që definon si variables. Dhe këtu pastaj është gjë e lezetshme,
Se do t'i bëjmë ditë browserit që punojmë, si ta targetojmë atë butonin që ne shtypim, që kur klikojmë butonin e hamburgerit çdo website, a shfaqet një menuare që bëhet interaktive, në fakt të marr inputin. Ne përdorim këtë document query selector dhe përdorim këtë klapën menu. Po të kthehemi mbrapa, do shikoni që unë kam një ID menu. Pra, me këtë ID menu, browseri din si ta përzjedhë atë butonin. Njëta gjë ndodhe me menun si është pak e mërzitshme për s'kem që të bëjmë kështu, është bota e zhvillimit software. Kjo është një strukturë këtë rakete këtu. Dhe kjo struktura është kjo menu bari këtu. Gjitha ato linjat e kodit janë nga struktura që shikoni në të majtë. Gjitha ato linjat e kodit. Teksti është më poshtë, unë jam futur vetëm pjesën stilistike. Se e tekstin e kam stilizuar që t'jetë e pamja aty. Ja për shumë, këtu është një ngjyrë, kjo është neutrali që është një ngjyrë. Këtu është Excel, text Excel. Është sa masia e fontit. Ja që gap këtu është hapësira midis dy rreshtave. Janë vështira, po vinë vetë. Është njerëzit mësojnë gjuhë, njerëzit mësojnë kinezisht, kodi është shumë i lehtë të mësoj se sa kinezisht. Vetëm do kohën atë, nuk është aq e thjeshtë. Me pak fjalë, me dy linjat e para katër elementin, edhe këtu pastaj fillon programimi tamam që edhe ju po këtë për mësoni këtu, jeni të sen, nuk jeni asbim, jeni supozohet që inshallah jeni mjeshtra për këtë pas 2-3 vitesh. Këtu është një gjë që këtu është ndërmjet, add event listener. Mi fjalë, shtoj një dëgjues eventi. Mi fjalë, është një lloj metode në JavaScript që dëgjon. Mi fjalë, nuk dëgjon siç dëgjon njerëzit, po merr input. Pranë është listener sepse merr input. Inputi që merr është kjo nav button që është ai butoni që unë thash, është butoni hamburgerit që klikojmë në website. Dhe këtu është klik, mi fjalë dëgjohet për klik. Kur ne klikojmë, ky kod i thot browserit që dëgjoj për një klik, dhe kur filloj ky kliku, fillon kodi më poshtë. Këtë linjën këtu costit expanded këtë mos e llogarisni fare, edhe këtë linjën këtu poshtë, dhe këto janë gjëra që janë për accessibility, janë për se ka përdorues webi që nuk shikojnë, nuk dëgjojnë edhe zhvilluesit kanë gjetur teknologji që t'i ndihmojnë këta njerëz janë me aftësi kufizuar, po unë këtu s'kam marrë për fort këtë. Kam marrë për fort vetëm për pjesën e modifikimit të domenit. Ktu pastaj fillojnë gjithë ajo është shumë e thjeshtë. Kjo menu bar class list.toggle, kjo ndryshon një klasë të CSS-it që thash më parë. Shikoni këtë hidden këtu. Kjo hidden. Me këtë linjë e kodit këtu, kjo hidden ndrohet në flex. Flex është një tjetër e vlerë CSS-i që tregon se çfarë lloj paraqitje duhet të ketë. Mi fal, nga fshet kthehet në flex, dhe kur kthehet në flex, kjo duket. Ja, për momentin ajo është aty për të qenë fshet është hidden. Kjo është flex. Janë gjëra që mësohen me kalimin e kohës, duhet vështirë apo kur kam mësuar unë të kushto. Edhe kundërta, se puna është që dakord e hap menu, por duhet të jesh në mënyrë që edhe ta mbyllësh menun pas pëlqeu, do të kthesh prapë faqe. Është fjala, është në anglisht shumë e thjeshtë, është prapë toggle. Toggle nga flex kalon hidden. Toggle është në anglisht e dini si term, pastaj toggle është ndrim para mbrapa. Shumë toggle light switch. Në çesi. Kur ke dy vlera, kjo është toggle. Nga 1 kalon 0, nga 0 kalon 1. Kjo është nuk kam më kohë tani, edhe pak kam. Ca këshilla të tjera. Ky website këtu, developers mozilla.org, ose më shkruani në Google NDM Web Docs. Kjo më quhet si Bibla e web development, është la shpjegoj. Në qoftë se thoni gjykojë, dakord, ju duhet një libër i thjeshtë apo pse, ju duhet një libër për lexim, sa dise për dëgjim, ose video që të shikoni, po ju duhet edhe një fjalor. Dhe NDM Web Docs është fjalori i web development, këtu ka çdo gjë, për HTML, për CSS, për JavaScript, por këtu nuk mund të mësohet hap këtë dhe mëso webi. Këtu mësohet kur ngec. Kur ngec, shkohet në këtë website. Ose në ChatGPT, po më mirë këtë website se këtu është pak më shpjeguar në mënyrë më të mirë. Në qoftë se do vazhdoni, shikoni çdo rrugë software do ngjesni. Është standarde, se do jeti task i vështirë, çdo ditë si ta zgjidhesh, sepse prandaj punësohen zhvilluesit që zgjidhin probleme që nuk i zgjidhin zhvillues të tjerë. Prandaj ka kërkesë për zhvillues të tjerë, se ka kërkesa nga bizneset. Këto kërkesa kërkojnë kohë që të plotësohen me kod dhe prandaj punësohen zhvillues. Prandaj ka punë treg, aq sa ka. Dhe por është e vështirë, nuk është e lehtë. Dhe prandaj duhen resurse. Një tjetër website që unë s'kam futur Stack Overflow, është forum. Njerëzit postojnë pyetje, ka përgjigje, aty ka shumë gjëra të mira, po thjesht do të përdorësh Google-in.
Pjesa më e rëndësishme në mendimin tim është qenë developer, kur je junior, është dish përdoresh Google. Nuk është dish kodin tamam, është dish kur të ngjesesh dish si ta kërkosh në Google atë problem që ke. Pak nga eksperienca ime dhe shokëve të tjerë që kam. Do ishte një të kesh sa photo editing skills. Unë do të tregoj sa photo editing skills që kam tani. Pak Photoshop do ishte mirë dish se fund e fundit do ke bërë website. Website-et janë përmbajtje vizive. Ndonjëherë ka nevojë për modifikim. Por kjo është një gjë që ndoshta do të pëlqej. Se besoj që unë kam vërejtë që të me plakë ka shumë qef të të shumë qef. Ma dhe më shumë qef të shduhet. Unë se kam rëdo në njerë për të tyra, po shokët e mi dhe shoqët të gjitha. Gjesi, e kam vërë qalën për website-e. A di të rëvejtë shka. Kjo është një website, kjo është një template nga Framer që unë e mora dhe kopjova me kod për atë kompaninë në makinën me qera. Përse unë s'jam designer, unë s'kam aftësi. Dizajni do të ketë sy, do të jetë si punë artisti. Unë di të kodoj, por nuk njoh këto konceptet e graphic designit, hapësirat e bardha, kontrastin ngjyrave etj. Si e zgjidhun këtë? Unë thjesht shkoj në një website online dhe kopjoj template-in aty. Nuk është se, nuk e di, është e lishme, nuk është se unë e kopjoj me kod, unë lodhem shumë. Dhe përduar këtë mund ndonjë 10 orë ose më shumë. Tani puna ishte e tillë, tek kjo kompania template-it ka një tip duke është Maserati, kush është makina këtu? Ti je në Google. Sa makinë mund të jetë? Sa motor aty? Si punë Maserati Jaguar. Puna është që kompania e shokut tim nuk ka Jaguar. Normalisht. Edhe më duhej që të gjej një makinë tjetër, po të mbaj ato ngjyra. Të hyroj ChatGPT-a. Shikoj çfarë prompti dash. E qova foton në ChatGPT, i dhash këtë promptin këtu. Can you please give the same background, etc. Dhe kjo është makina. Mercedes-Benz W204, është Mercedes vitet 2006-2011. I dhash please give the same dimensions and shadows, so people can notice the editing at once. Shikoj që ka çati. Kjo është e foto më pashme. Kjo është foto që ka çati. Është identike, vetëm më ndryshu makina. Se këtë makinë e kanë shokët e mi dhe kompania makina me qëra. I ka kanë të ca teknika shumë lezetshme që unë kurs dhe bëja do të këtë faqatën. Se nuk di ta për të Photoshopin ka që mirë. Është hija, janë shumë detaje që e bën duket si origjinale foto. Dhe diçka e fundit, edhe në bëllë, e rroshe shumë për kohën. A në si që thash, webi funksionon kështu. Përdoruesi është një klient, kërkoj çon një request, çon një kërkesë në një server. Serveri është, siç i vjen fjala, server është shërbëes, është kamarier. Tani kur ne kur i kërkojmë kamarierit i çojmë një faturë, i vjen me tabakasja, një kafe, një macchiato dhe diçka. Puna është që ka një dinamik ndryshe në web që ka të bëjë shpecia e internetit. Nëse ke shpeci të vogël interneti, ka shanse që kjo porosia të vonohet, që nuk ndodh në lokale. Është dinamik tjetër. Dhe çfarë do të bëjmë ne si zhvillues? Ose nëse do të bësh zhvillues, do të gjeni mënyrë që të bëni faqet e webit sa më të vogla. Sa më të vogla sepse varet dhe sa ka shpejtësinë, se për shembull varet si është wireless, si mund të jetë 3G, sa val ka. Duhet të mendosh këto gjëra. Sidomos website me shumë foto. Për një website normal nuk është problem, por nëse do bësh një website për një zyrë arkitekture, siç po bëjmë ne për Blending, ai ka aty mbi 100 foto. 100 foto nuk do duhet 3 orë të bëj load website-in. Por ka zgjidhje për këtë punë. Siç e thash, serveri që ju sjell dokumentet është një kamarier. Por nuk sjell sallat, sjell për shembull këto fajle këtu. HTML, CSS dhe JavaScript. Një aftësi shumë morë vëmendje. Një aftësi shumë e rëndësishme për një web developer është të di si këto fajle me jurë. Edhe JS, CSS, HTML nuk janë shumë pak kilobajt. Fotot janë ata që janë shumë kilobajt. Një foto mund të jetë 3 megabajt, mund të jetë 10, mund të jetë 11, por ka mënyra që këtë foto ne ta reduktojmë. Edhe shumë e thjeshtë. Kjo është estetik shumë e rëndësishme. Nuk ka më kozak. Nëse një website nuk ka për 6 sekonda, përdoruesi e heq. Shtyp atë shigjetën mbrapa edhe nuk fut hiç. Po pafshim. Por ka zgjidhje. Siç e thash, fotot janë ata që ngarkojnë website-in. Nuk ka një tekst, një imazh nuk ka ngarkesë. Foto ka shumë ngarkesë. Është një fajl shumë i madh, ka shumë imazhe mbrana, ka shumë ngjyra, logjikisht
është shfaqje jonë. Si kanë zgjidhje në devat, zhvilluesit me kompresim. Fotot mund kompresohen në mënyra shumë të mira. Edhe kjo është një website shumë i thjeshtë, është drag and drop, është squash.app. Dhe ti merr një foto, unë do t'ju tregoj me shembull. Foto që më dha ChatGPT ishte 2.44 MB. Unë ndrova formatin, e çova është i formatu AVF, i kisha në PNG. PNG është formati më shumë i mirë, por shumë i PNG është format për të bërë postera gigant. Nëse e keni ekran laptopin, nuk ka nevojë fare për PNG. Formati AVF është format shumë i mirë ose WebP, janë dy formate, dhe shiko pa këtu. Pas tu pa them se besoj nuk e shikoni këtu. Tu thot 2.44 MB. Me këtë aplikacionin, me këtë website-in, unë e kam mbulur 97%. Ka 2.4 MB, e kam çuar 83.8 KB. Diferenca është e padallueshme. Diferenca mund dallohet vetëm nëse unë e marr të fotot dhe printoj te ky muri mbrapa jush, te gjithë muri. Për një laptop ose një celular nuk duket diferenca. Në fakt kemi reduktim shpejtësisë nga 2.4 në 83 KB, që bota e sotme nuk është asgjë. 83 KB shkarkuar për 0.03 sekonda. Dhe kjo vlen kur ke shumë foto. Ku ke një nuk është nevojë, por ke mbi 5 foto, kjo ndihmon shumë performancë. Ky website urbantaxi.com, po doni mund ta shikoni në internet. Ky e ka loading diku te 2 sekonda, 1 sekondë hapet direkt. Urbantaxi.al. Tani do qeshni pa me këtë se të dërgoj mesazhe janë personale, po jam kujdes të tregoj si unë e kam marrë këtë website, si e kam bërë. Më tha një kushëri, a bën website-et? Po e thash. Ishte gënjeshtër, ishte jam me website. Ishte pozalla vllai, ishte diçka e gënjeshtër. Në fakt nuk kisha ide se fare çfarë po bëj, them drejtën. I thash burrit thuaj po, mund ta bëj. Edhe si nisa, shumë e thjeshtë. U futa në YouTube, pash një video që më duket interesante. Mordi landing page te Elvin CSS Program. 1 orë 20 minuta. I futem mirë thash, ndoshta do ja dal. Çfarë bën ai bëj unë? Ky është YouTuber shumë i mirë, Coding in Public, është një amerikan. Edhe shiko, këto janë biseda që unë kam të si quhet, me programin e kompanisë makinave. Më thot kam një drejt borë, si tash ta kam venduar website-in, shikoni datën, është 31 gusht. Siç tash unë jam tip shumë për ta, është dy gjëra. Tash shkon jam 70 vjet. Ambassador. Nga 31 gusht i shikoni mesazhet. Më thot pastaj do jam ndërtim faqe se kena ambassador. Po pa marrë jam se po punoj. Unë ndërkohë po punoja me gjysmë ritëm. Na një fare. Shikoj sa foto pastaj. A ka ndonjë ndryshim? Nuk ta shtyjmoj thon. Do ta bëj. Ndërkohë jemi 15 datorë, më kalon një muaj gjys. Okej, thot prap te metator të shkruan prap, rregullon tabelën, rregullon këto se kisha kështu. Flori jo më thot. A ke bërë gjë? Pak e misnaj foto ose më rësit. Pastaj shpërthem se nuk ka fare, detyrova. Çfarë bën me faqen thot? Ja ta çoj unë, jemi 20 metator, më rru 2 muaj nga 31 gusht. Tani u bë që për faqen për në torë. Ja, them se do merrem. Ja, shiko sa thotë. Gjele duke më mashtru, këto është për thellë kjo. Po edhe unë mbas kësaj ja bëra faqen. Ja, 1 metator kam bërë. 41 gusht ja kam bërë 11 dhjetor. Kjo është një histori tjetër e shkurtër, website-i dytë. Në një grup shokësh, që kam grupi i shpunës që kam në WhatsApp, grup që s'ka lidhje me web. Më pyet njëri, a jeni gjetur të bësh një website me WordPress, jo ndërlikuar të bërë ca lek. Nëse nuk do të jesh pa do bishëm që tjetër tënde këtë përgjigje. Ka pak humor. E do për një kushërim tim WordPress. Në shokin tjetër thotë bën Flori. Më fal le mua motivim. Kam frikë, po duhet më dhënë besim shoqënisë. A me respekt. Shoku im i dërgon në këtë website-in, punë e Florit, këtë kam shqitur duhet. S'kam bërë me të Belinën në Tiranë, që jesim. Janë shtukë sa herë, s'ka thënë. Se bëj shaka. I tregoj website-in e parë. Ja tregoj diçka. Ky website u bën taksi, unë s'kam marrë si kokë lekë për website. Praktikisht e meritoja se shtyma 3 muaj. Ishte marrëveshje para prakës, se s'dija gjë, unë thjesht doja një mundësi me tregu vetëm. Edhe për këtë website unë kam marrë 3 website tjera tani. I kam tregu klientëve website-in që kam bë. Jo llafi, kam tregu vepra, ja këtë kam bë se fjalë kisha të vërtetë parë. Shoh, e zgjat 3 muaj. Tani ishte momenti më tregu vepra. Edhe më vërtet bëra pa lekë atë website, por në fund e fundit më dha shumë punë tjera. Edhe thotë ky Flori që nga njëri të marrë. Nga s'kam pak se është. Kjo është shumë punëtore dhe unë i dukem shumë dëmir. E jam.
Ky është ai website i dytë, e tjerë, tani ta mbyll. Këto ishin 4 vite mia të epoka. Këto janë studentëve që kisha unë vjet, bëri tis darge. Ideatori isha unë, më thënë drejtën, po kontribuon gjithë. Për këtë dargën, në bëm vjet, kënaqem shumë me thënë drejtën. Ishte një kujtim shumë i mirë për gjithë dhe këto 4 vjet kam kriju shumë shoqëni, shumë shok, shumë shoqe. Edhe kam marrë një mësim shumë mirë nga një person foto. Work hard with a warm heart and a kind smile. Mendoj që është mësimi më i madh që kam marrë në kohë. Çdo harë kur këtë mësim që kam marrë nga vajza Flak. Faleminderit, Flori, u shkatite.